أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ثم أما بعد Allahun e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë, falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe që do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sonte me lejen e Allahut do të mundohemi të flasim diçka për martesën dhe do të shohim se çka thon burimet e Islamit për të. Nuk do të flasim për kushtet e martesës, as për realizimin e martesës, por do të mundohemi të flasim, të përmendim argumentet të cilat nxisin për martesë dhe do të shohim disa nga dobit e saj. Për të folur për kushtet e martesës dhe rregullat e saj, duhet të ndalemi fillimisht te fejesa, mirë po këtë do ta shtjellojmë në ndonjë ligjërat tjetër. Allahu i lartmadhëruar dëshiron lumturinë e njeriut, lumturinë e besimtarit në të dyja botët. Për të arritur deri te kjo, ka urdhëruar njeriu që të punojë punë të kësaj bote dhe punë të botës tjetër, pra e ka bërë Islamin fe mesatare, të këndshme dhe të logjikshme. Nuk e ka ngarkuar njeriu përtej mundësisë dhe kapacitetit të tij, e një çështje me të cilën njeriu bëhet i lumtur, arrin lumturinë në këtë botë, është edhe martesa. Allahu i lartmadhëruar ka ligjësuar martesën. Ajetet kuranore si dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na nxisin për martesë. Thot Allahu në Kur'an: "Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'u yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim." Dhe martoni të pamartuarët nga mesi i juaj, dhe robreshat e mira, nëse janë të varfër, pra çifti bashkëshortor, nëse janë të varfër, Allahu do t'i pasuroj prej të mirave të tij, me të vërtetë Allahu ka dituri të gjerë. Po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na nxit për martesë në disa hadithe të tij. Një herë ai u ka thënë disa të rinjve: "Ya ma'shara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj." O ju të rinj, kush ka mundësi që të martohet, le të martohet. Siç e shohim, Kurani dhe hadithi nxisin për martesë dhe rekomandojnë martesën. Në parim, martesa është mustahab, e pëlqyeshme dhe e preferuar. Mirë po, dispozita mund të ndryshojë, pasi që gjendjet e njerëzve janë të ndryshme ndaj martesës, apo dispozita e martesës mund të shndrohet në farz, vajib, sunnet, mekruh, haram e kështu me radhë. Mirë po, për këto duhet të koncentrohemi dhe të flasim më detajisht në ndonjë ligjërat tjetër, ku do të mundohemi të inkuadrojmë gjithçka në lidhje me martesën. Islami na mëson se si të bëhet edhe përzgjedhja e partnerit, vajzës apo djalit për të martuar. Në lidhje me përzgjedhjen e vajzës për martesë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Tunkihul mar'atu li arba'in." Gruaja martohet për 4 gjëra. E para, li maliha, për pasurinë e saj. E dyta, li hasabiha, për prejardhjen e saj. E treta, li gjemaliha, për bukurinë e saj. Dhe e katërta, li diniha, për fenë e saj. Pastaj në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Fadfar bi dhati din taribat yadak." Thot zgjidh atë që është fetare edhe të lumt. Pra, njerëzit mund të martohen me dikë për shkak se është e pasur, për shkak të prejardhjes, parefisit të cilën e ka, për shkak të bukurisë, apo edhe për shkak të fesë. Këto janë arsyet dhe motivet për cilat martohen njerëzit,
por nuk është kusht që të martohet vetëm për ndonjërin prej këtyre kritereve. Të martohet për shembull vetëm për pasuri apo vetëm për bukuri. Mund të dëshiroj dikush të ketë të gjitha nga pak. Dikush dëshiron ta ketë gruan e pasur. Dikush dëshiron që ta ketë me prejardhje të mirë, dikush dëshiron që ta ketë gruan fetare. E në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, zgjedh atë që është fetare dhe do të bësh lum sa të kesh jetë. Ne e dimë se këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë gjithmonë më të mirat. Sa i përket përgjedhjes së burrit apo bashkëshortit për martesë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur të kërkoj dorën e vajzës tuaj, një njeri, një i ri, i cili e pëlqeni thot moralin dhe fenë e tij, thot atëherë atij jepjani vajzën tuaj. Nëse nuk e bëni, përkundrazi nëse nuk e bëni, do të përhapet shkatrimi dhe fitnja në tokë. Këto janë kriteret kryesore. Rruga më e mirë për të parandaluar amoralitetin, zinon, marrëdhëniet e jo të lehtëshme, është rruga e martesës. Andaj Islami nxit për martesë dhe ka lehtësuar këtë çështje për ta ruajtur rendin shoqëror dhe për të mos cënuar nderin e askujt. Sot fatkeqësisht në vetit ja kemi vështirësuar martesën, duke i venduar disa standarde që nuk kanë qenë më herët. Dhe kemi sjell në pozitë të tillë saqë me na pa dikush do të thotë këto e pas kanë farz me zonë restorant për martesë, ose e pas kanë farz me zonë muzikë, ose e pas kanë farz me i thirr 500 vetë. Tasma, ceremonia e martesës nuk është farz. Kjo çështje shkon me mundësi. Atë sa ke mundësi, atë që edhe e organizon ceremoninë. Prej sunetit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse shkojmë bukfalisht, se çka është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të organizuar ceremoninë e dasmës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka prej një dele. Prej sunetit është të pritet një dele. Nëse ke mundësi, e pret më shumë. Mirë po prej sunetit është atë sa ke mundësi. Në dasmën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Safiën radiallahu anha është shërbi vetëm hurma, djath edhe margarin. Mundet darsma me u bë edhe pa mish. Edhe kanë bë darsëm pa bukë edhe pa mish. Mjafton do të realizohet kërkesa dhe pranimi. Këto janë kushtet e nikahut, kushtet e martesës dhe të jenë dëshmitarë. Dasma, ceremonia e darsmës është sipas mundësive. Krejt kemi dëshirë ndoshta me bë ceremoni, me bë organizim dhe të thrasim njerëz, mirë po kjo ka domethënë njerëz të cilët nuk kanë mundësi, shkaku i shpenzimeve të shumta dhe shumë të ri sot kur ti pyetësh nuk martohet shkaku se thot nuk kam mundësi që ti përballoj shpenzimet për darsën. Ceremonitë tona sot për sot, dasmat tona i karakterizojnë disa elemente. E para janë shpenzimet e tepërta. I kemi venduar disa standarde, jo nuk bën pa kaç fustana, pa 2-3 fustana, nuk bën pa i vendu altan hiç, po bëjnë, ama na i kemi bën pjesë të traditës, edhe automatikisht i kemi bën pjesë të fesë tonë. Se na shpejt i marrim xhanat, edhe ato teprimet me njerë janë bashkangjitim traditës edhe fesë, për fat keq. E dita, dasmat edhe organizimet në sot i bëjmë ende me muzikë, edhe ndoshta edhe me valltare. E kjo është katastrofë për neve, për arsye se na jemi të fol për xhennet, jemi të fol për ahiret. Ndoshta dikush që vjen këtu në xhami e ka hallin se cilën këngëtar apo cilën këngëtare do ta thirrën darsëm, nëse e marton djalin verës, shembull. Thot e ngoj unë filan hoxhën, Alan hoxhën, me akshir punt, që thot një fjallë e urtë të na, sikur i bokseri hunt. Me akshir punt, i ka punt sikur bokseri që i ka hunt. Te muzika s'ka hajr. Nuk ka asë një dobi, prej saj dhe është haram, për atë që thot la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. E treta organizimet, ku ka përzirje të burrave dhe të grave. Edhe kjo është fenomen i keq dhe i rrezikshëm të cilën e kemi importu, e kemi marrë prej kulturave të huaj. Se na jena mësu, vabe se nuk ka lidhje, nuk prish punë, nuk është kur gjon, mirë nuk është kur gjon, edhe kur gjon mos pas. Pse na i marrni ato kulturat, traditat e të hujve, e të perëndimorëve.
Ne me njerë i marrëmi, ndërsa ai nuk e ndron kulturën dhe parimet e veta, pale se çka me i dhonë në ati, ai nuk e ndron. Qëndron në metodën e vetë të jetës dhe se e kupton ai sistemin e vetë. Kjo është pasqyra e përgjithshme që na e paraqesim me ardhë ndonjë huj, me hinë në organizimet tona, fatkeqësisht ai do thotë çuditet me neve se çfarë musliman jemi ne. Ku ne i thomë vetit musliman, i thomë vetit hanefi, derisa organizimet, martesa, dasmat i kemi turlitaf. Edhe në këtë aspekt, Islami na mëson se si të organizojmë manifestimet tona. Edhe në gëzim, edhe në hidhrim, edhe në fatkeqësi, Islami na mëson se çka duhet të bëjmë dhe çka duhet të veprojmë. Martesa i ka disa dobi të mira që ja ofron vetë çiftit i cili martohet, po dhe ja ofron edhe krejt shoqërisë. Prej dobive të cilat i siguron martesa janë e para, ruajtja e gjinisë njerëzore. Sidomos kur sot e shohim se çka propagandohet, do të thonë ideologji të shëmtume, sigurisht se janë LGBT apo feminizmi e tjerë. Të gjitha këto janë lëvizje kundër njeriut, janë kundër njerëzve dhe fatkeqësisht shkove të fundit kanë marrë hop të jashtëzakonshëm. Me anë të martesës ne ja mbillim derën këtyre rreziqeve që neve na janë vërsuar dhe fatkeqësisht për fatkeq po gjejnë vend në vendet dhe në trojet shqiptare më të mëdha. E dyta, pastaj me anë të martesës ne e ruajmë familjen. E ruajmë institucionin apo bërthamën e parë të shoqërisë, sepse njerëzit sot ndahen në kombe, në fise, në familje, dhe familja është organi apo bërthama e parë e shoqërisë. Nëse nuk e ruajmë familjen, ne humbim tërë komunitetin, tërë shoqërinë, se na jemi një umet. Mirë po, sigurisht që e shohim umetin e ka humbur konceptin e vet dhe jemi katandis, nuk jemi në gjendje që të ndihmojmë njëri tjetrin. E treta, martesa e ruan shoqërinë nga prishja e moralit. Islami e lejon vetëm martesën halal, martesën të ligjshme dhe i ndalon marrëdhënie që janë jo të ligjshme dhe i ndoshkon. Për ta ruajtur shoqërinë nga prishja e moralit dhe për ta ruajtur nderin, Islami e ndalon amoralitetin, e ndalon zinon dhe i ndalon çdo marrëdhënie të jashtëligjshme. E katërta, martesa i ofron mbështetje çiftit bashkëshortor. Se burri ka punë të veta, siguron bashkëjetesën, siguron veshmbathjen, siguron ushqimin, ndërsa gruaja kujdeset për edukimin e fëmijëve, kujdeset për çështjet brenda shtëpisë, kështu gruaja dhe burri japin mbështetje njëri tjetrit. Martesa e lejuar halal e shpëton dhe e ruan shoqërinë nga sëmundjet e ndryshme. Janë në mjeksi disa sëmundje, të cilat shkaktohen nga marrëdhëniet e jashtëligjshme dhe nga amoraliteti e kështu me radhë. E gjashta, martesa ofron qetësi dhe prehje mes burrit dhe gruas, po ashtu ofron edhe 3 gjëra shumë të rëndësishme, sigurisht që është prehja, mëshira dhe dashuria për cilat Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma." Dhe prej argumenteve të Allahut është se ai ka bërë bashkëshortet e juaja që të gjeni prehjen të ato dhe ka krijuar në mes jush dashuri dhe mëshirë. E shtata, me anë të martesës, njeriu e përjeton ndjenjën e të qenurit prind. Pasi një prej qëllimeve të martesës është edhe të shtohet soi njerëzor, pra të bëhen edhe fëmijë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur dhe ka thonë: "Tanakehu wa takatharu fa inni ubahi bikumul umama yawm al-qiyamah." Do të martohuni, shtohuni, sepse unë do të krenohem me numrin tuaj të madh në ditën e Kiametit. Prandaj, për ta ruajtur veten, për ta ruajtur shoqërinë, për ta kënaqur Allahun, për ta çuar në vend sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rinia dhe ata që janë të pamartuar duhet të martohen dhe të formojnë familje. Ne i cekëm disa nga të mirat dhe dobit e martesës, por të këqijat dhe pasojat e mos martesës janë edhe më shumë. Mbi të gjitha, ajo që thamë është se shkaktohet parregullsi, çrregullim në rendin shoqëror, derisa martesa është shtegu i duhur për shoqëri të shëndosh. Prap kthehemi te thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku tha: "Ya ma'shara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj." O ju të ri, kush ka mundësi që të martohet, le të martohet. Pasi kjo është më e mirë për syrin
dhe e ruan nderin, ndërsa ai i cili nuk ka mundësi të martohet, le ta agjeroj. Pse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam le ta agjeroj? Për arsye se me agjerim njeriu ja mbyll rrugët shejtanit. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith tjetër, shejtani çarkullon brenda gjakut të njeriu, sikur se çarkullon gjaku i tij. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur me agjerim, por fillimisht na ka porositur për martesë. E për me dobësu shejtanin, atëherë e ke si alternativ agjerimi. Fillimisht duhet të ndjekim porosinë që na ka thonë të martohemi, nëse s'kemi mundësi, atëherë agjerimi është alternativa më e mirë. Besoj që porosia e këtij dersi ka shku në vend dhe i kemi kuptuar përcaktimet e Islamit mbi martesa. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.